Në kuadër të festës Dita e Liçenit në Bashkinë Shkodër, ju bëjmë dije që do të organizohet në Shirok, në qendër të Shiroks. Është një aktivitet 3 ditor, do jetë i organizuar me sporte ujore, do ketë artizanat, do ketë panajirin e fotografive të shpendëve dhe të botës së egër. Gjithashtu në darkë, ditën e parë do ketë cirkon kombëtar, që është i ftuar për të kënaqur të gjithë fëmijët shkodran dhe jo vetëm. Ditën e dytë, dita fillon me panajirin e artizanatit, gjithashtu dhe me sport ujor, që janë bicikletat në ujë dhe me kanoe. Pastaj në darkë do jetë një koncert shumë i bukur me muzikë qytetare shkodrane, që do jenë këngëtarët e mirënjohur Mukaddes Shanka, do jetë Agim Molla. Gjithashtu është edhe orkestra lëvizëse me 4 anëtarë të saj, që është Mark Ujka, Mark Prendi, Duljem Puka edhe Ermis Piran. Janë djemë shumë të talentuar që do performojnë në qendër Shiroks. Pastaj ditën e shtunë deri në orën 4, pra që nga ora 10 deri në orën 4, do ketë sërish panajiri artizanati, do ketë këto sportet ujore që ju ftojmë të merrni pjesë të gjithë, si dhe xhiro me varka.